Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras ka nisur një vizitë zyrtare në Prishtinë, e cila vjen në një moment të rëndësishëm në raportet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Shefi i zyrës së BE-s në Kosovë, Ivo Orav, theksoi se angazhimi i BE-s me Kosovën vetet i fuqishëm, duke nënvizuar se para vendit qëndrojnë mundësi të reja, përfshirë edhe implementimin e planit të rritjes. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Terras u prit në një takim zyrtar nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, me njoftimin e presidencës, thuajse bisedimet u fokusuan në zhvillimet e fundit politike në vend, me presidenten Osmani që vuri në duke se zgjedhjet lokale u zhvilluan në mënyrë të lirë, të qetë dhe demokratike, ndërsa transferimi i pushtetit u krye paqësisht dhe në përputhje me standardet evropiane. Një prej temave kryesore të diskutimit ishin masat e BE-s në Kosovës, të cilat Osmani i cilësoi si të pashpjegueshme dhe të parsyetuara, pavarësisht bashkëpunimit konstruktiv të institucioneve të Kosovës me partnerët evropian. Sipas saj, vazhdimi i këtyre masave dëmton drejt për drejt qytetarët dhe rrezikon të minojë besimin në procesin e integrimit evropian. Presidentja kërkoi mbështetjen e Terras për heqjen sa më shpejt të masave, duke kujtuar se Kosova ka përmbushur të gjitha kërkesat e vendosura nga BE. Ajo theksoi se heqja e masave do të ishte një sinjal i jashtëzakonshëm për qytetarët, duke dhënë një mesazh inkurajues për vijimin e reformave dhe avancimin në rrugën drejt BE-s. Në vijim të diskutimeve, presidentja Osmani nënvizoi gjithashtu rëndësinë që kërkesat e Kosovës për anëtarësimin në Bashkimin Evropian të procedohen pa vonesa, duke konsideruar këtë një hap në prioritet të domosdoshëm në procesin e integrimit.